Gjesti hapit me emrat e përzgjedhur, këto dy banor do t'i doja ende në shtëpi, teksa kanë mbetur vetëm pak ditë nga finalja e madhe 19 prillit në Big Brother VIP edicioni 4, bisedat reflektuese për edhe momentet e sinqerta mes banorëve po shtohen çdo ditë më shumë. Në një bisedë të qetë midis Loredanës dhe Gjestit, banorja e ka pyetur se cilët janë ish banorët që Gjesti do kishte dashur ende në shtëpi për të shkuar deri në fund të lojës ku janë tani. Gjesti, i cili shpeshherë në është përgjigjur pa hezitim se nuk dëshiron asnjë brenda shtëpisë, duke dashur t'i nxjerrë të gjithë jashtë, është përgjigjur kësaj here me melankolik duke thënë: Shkëlzenin dhe Xhibanin, këta të dy, sipas zemrës që kanë, ndjej se janë edhe njerëz të mirë. Shkëlzeni është një djalë me shpirt të pastër dhe me Xhibanin kemi pasur shumë debate, por edhe shumë momente të bukura. Loredana u tregua dakord me zgjedhjet e tij duke shtuar: Të dy djem të shkëlqyer. I Gjesti, si për ta ditur edhe vlerësimin që pati për një ndër kundërshtarët e tij Xhibanin, edhe ky i fundit vetëm një ditë më parë ishte deklaruar se ka ndërruar mendjen duke thënë se Gjesti meriton të jetë fitues. Sipas tij, ata kanë pasur momentet e tyre kundër, por kanë pasur edhe momentet e tyre kur janë kuptuar për lojë dhe kanë bërë aleanca të cilat fansat duket se nuk e kanë kapur, ndërsa Shkëlzeni nga ana tjetër vazhdon të jetë i palëkundur në mbështetjen e tij për Gjestin, teksa edhe në intervista të ndryshme thotë se sheh vetëm Gjestin fitues të këtij edicioni. Kjo madje ka çuditur jo pak vetë, pasi Shkëlzeni ka thënë se është një ndër shokët e ngushtë e Eglit, por duket se dashamirësia dhe misia për Gjestin e bën që ta shoh vetëm atë fitues të këtij edicioni.